Profesor Borshi, një tjetër fitore e Vllaznisë, ndonë miqësore, po forcohen pak a shumë edhe pozitat edhe morale, psikologjike përpara tifozërisë shkodrane. E theksova edhe para 2 ditëve që rezultati pak rëndësi ka më tepër ana fizike. Sot morëm sinjale pozitive pothuajse për gjithë pjesëve lojtarëve, nga ana fizike flas gjithmonë, sepse ajo që na intereson për momentin. Dhe aty ku e kishim theksin më shumë edhe gjatë javës që kena punu fizikisht, ashtu aty edhe sot i morëm me këto sinjale mbrapsht dhe ishin të mira përpos rezultatit e theksoj prapë. Mehmeti do të jetë Vllaznia, por nuk ishte sot i pranishëm. Është konfirmuar? Po, është i konfirmuar. Ne kena lënë edhe 2 ditë më shumë hapësinë nga që sot e kena myll me këtë javë në Shkodër, siç e thash do të nisë të hanë për Pukë dhe i kena lënë një ditë pushim më shumë, por ajo çështja e myllën. Por si besoj keni komunikuar me trajnerin Martini, sa bind ky ekip për objektivat që Vllaznia ka? Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime, besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar, jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me fol, besoj që me kalimin e kohëve edhe objektivat i kena më të qarta gjithë. Ditët përgatitore pukjane do të shoqërohet edhe me miqësore? Po, patjetër. Është miqësore me Vllaznin, bëhem me Tërbunin, do të kemi edhe miqësorën e fundit para kampionatit me Vorën.